Ish ambasadori amerikan në Serbi dhe emisari i posaçëm për Kosovë në vitet 1998-99, Christopher Hill, nuk ka shprehur pritje që Shtetet e Bashkuara do të ndërhyjnë në zgjidhjen e problemeve aktuale në Ballkanin Perëndimor, përfshir kontekstin mes Kosovës së Serbisë, sikur se ka bërë në të shkuarën. Ai në një intervistë për Radion Evropa e Lirë theksoi se rajoni i Ballkanit Perëndimor nuk është më prioritet ditor i Shteteve të Bashkuara dhe se zgjidhjet për të lashet duhet të kërkohen për brenda vendeve. Edhe për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, ish ambasadori Hill theksoi se dy shtetet duhet që problemet t'i zgjidhin vetë. Nuk po them që Ballkani nuk është i rëndësishëm. Ballkani është padyshim një punë e papërfunduar në Evropë, por njerëzit në Ballkan duhet të kuptojnë se në pjesë të tjera të botës po ndodhin gjëra të tjera. Ndaj nuk duhet të presin që njerëzit të lënë mendjan problemet me të cilat po merren, qoftë në Ukrainë apo në lindjen e mesme dhe të thonë, në rregull Kosovë, do të mundohemi të ndihmojmë me këtë. Kosova ashtu si të gjitha vendet e Ballkanit duhet vërtet të marrë përgjegjësi dhe të zgjidhë vetë problemet e saj. E tek foli për detyrimet e palëve të dala nga dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian, Hill theksoi se Kosova duhet ta çojë përpara themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Është mjaft zhgënjyese që nuk arrim të kuptojmë apo nuk arrim në pikën ku biem dakord për asociacione komunave me shumicë serbe, por ai bllokohet me çështje që janë më shumë propagandistike se sa reale, si për shembull, kush ka nënshkruar çka dhe ngjashëm. Duhet ta shohim atë marrëveshje të realizuar plotësisht dhe pjesë e saj është edhe ideja që serbëve në veri të Mitrovicës tu garantohet një autonomi e kufizuar. Gjatë javës, qeveria në detyrë ka marrë vendim që t'i strohojë 50 emigrantë të dëbuar nga SBA-ja si pjesë e një marrëveshjeje për zhvendosjen në një vend të tretë. Këtë veprim Hill e kualifikoi si gest simbolik të rëndësishëm dhe të dobishëm. Mendoj se kjo tregon se Kosova ka interes të parafrohet me SBA-n dhe të tregojë gatishmëri për të ndihmuar atë në sfidat e saj. Por dua të theksoj se gjestet e tilla simbolike janë shumë të rëndësishme dhe të dobishme. Megjithatë, duhet të shoqërohen me një qasje më të gjerë, e cila siguron se Kosova nuk është në listën e problemeve. Edhe në Departamentin Amerikan të Shtetit e kanë mirëpritur këtë vendim të qeverisë në detyrë.